Kjo sure është veçu veç për të këqit. Kjo sure në këto ajete s'ka as premtim, as njerëzit mirë, as xhennet, as nisan. Ka vetëm përshkrim të karaktereve të liga të njerëzve të këqit dhe përfundimin e tyre. Dhe këtë sure duhet ta marr besimtarin në konsiderat lartë. Ta merr me seriozitet. Nëse si ka mundësi në një sure e ka veçu Zoti për njerëz të këqit. Çka kanë bërë ata që një sure më u kushtua atyre? E kjo sure quhet Suratul Humazah. surja e përbuzësve, surja e tallësve, surja atyre njerëzve të ligë, të cilët e përdorin ironin dhe talljen dhe nënçmimin në formën e gjesteve dhe të fjalëve. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në këtë sure: Wailun likulli humazatin lumazah. Mirë. Dhe tha mirë, domethënë kur i thu dikujt kuku për tyje. Mirë për tyje. Çka ka me gjetë tyje? E disa djetarë kanë thonë Wail është një lugin e xhenemit. Wail e ka emrin Wail, lugin e xhenemit. Mirë, por si cilin? Dhe është interesant se në ajete kur vinë fjala si cili rrallë vjen në Kur'an. E në këtë ajet ka Wailun likulli. por çdo një, pra s'ka për jashtë hiç. Si cili, çka ka hise nga tallja dhe nga përguzja e njerëzve, do të ketë nga hisja e Ndëshkimit të Zotit te bareke ve teala. çka do të Allahu xhelel xhelalu. Mirë, por si cili, i cili është tallës, nënçmues dhe i merr njerëzit për hajgar, lumez, qoftë me gjeste, qoftë me fjalë. Andaj kritika më e madhe në këtë ajet për kanë shkarkohet mbi kanë bie për tallje. Mane men, asnjë vepër nuk e lëndon njeriu dhe nuk e thyjen ata sikur tallja. E çka më interesant, se në këtë ajet ne kemi përmendur se xhenemi ka shumë lloje. Ka që përblon, që djeg, që të lëndon, që të shkakton ngushtim, që ta zefrimën, etj. Në këtë ajet ka ardhur xhenemi çati lloj që e ka bë punën. Çfarë xhenemi ka ardhur? Le ju mbeden në fil hutame. Do të hidhet që ki për buzësi dhe tallësi i njerëzve në cilin xhenem Hutame. djetarë kanë thonë hutame, i thojnë çdo sendit çka është i fortë dhe të banë coptopa. Allah do të ta gjujnë që xhenem. Çka e the? Do ta bëjë coptopa. E pse o Zot? Se i copton të ndjenjat e njerëzve. I lëndon të ndjenjat e njerëzve, tu i përbuz ata, tu i tall ata. Andaj djetarët konkluduan nga këto premisa se ai i cili tall njerëzit e ma vetën me të madh, tjerë kur kush nuk janë kur gjo, batë në fronin e lartësijës. Ta dije se e ka sfidue Rabbul Alamin, Zotin e botrave. Andaj Allahu xhelel xhelal tha hadith kutsi, krenaria, mu majt me të madh, është petka ime. Kush e vesh, ata ja grisin.